Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot do ndaj me ju një shurup I cili përveç se është mjaft I mirë në shije, do forcoj imunitetin tuaj. Unë e kam mbushur frigoriferin me disa vazo të cilat I kam përgatitur në shtëpi dhe po mendoj që t'i ndaj me ju pasi mua më ka ndihmuar vërtet shumë. Ne në shtëpi jemi gjithë kohën me viroza, jemi lodhur ndër vite dhe këtë vit kam filluar ta marr seriozisht përgatitjen e shërupave me përbërës natyral në shtëpi. Mami më dërgoi limona nga shtëpi, nga kopshti I saj në Shqipëri dhe unë e përgatita këtë vazon dhe qëndroni me mua ta përgatisim bashkë. Është shumë e thjeshtë. Kam përdorur 10 feta limoni të freskët dhe 10 feta gjinxheri, kështu si tregoni në video. Do ta mbushim vazon duke I vendosur me rregull në mënyrë që të marr sa më shumë dhe pjesën tjetër do ta mbushim me mjalt. Mjaltin e shtojmë pak e nga pak derisa të shkoj në të gjithë hapësirën e vazos, duke e ndihmuar me ndihmën e një luge druri ose plastike në mënyrë që të përzihet shumë mirë. Dhe pasi e kemi mbushur plotësisht dhe mjalti është shpërndar në të gjithë pjesën e brendshme të vazos, do ta mbyllim mirë dhe do ta lëmë në temperaturë ambienti për 3 ditë. Pas 3 ditëve do vini re që mjalti është holluar, pra është gati për tu konsumuar. Më pas e ruajmë në frigorifer dhe përdoret një lugë gjelle në ditë për të rritur dhe një lugë çaji për fëmijë. Është ndaluar për personat që kanë alergji nga përbërësit e recetës dhe nuk rekomandohet për personat që kanë luhatje tensioni pasi thuhet që gjinxheri nuk ndikon mirë në këtë rast. Për ju që gëzoni shëndet të plot, ju sugjeroj ta provoni dhe do të më kujtoni. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur mos harroni të bëni like, të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse jeni I ri në kanal, mos harroni subscribe. Faleminderit që më ndiqni.